Familjar, miq, koleg e pror të policisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, të martën kanë marrë pjesë në ceremoninë e organizuar me rastin e daljes në pension të zyrtarit policor nga Shkoza, Nasuf Sinanaj. Ai është pensionuar pas 27 vitesh si pjesëtar i policisë së Kosovës. Zotri Sinanaj, përplot me emocione, falenderoi kolegët e tij për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm, për të cilën gjë, tha ai, ndjehem shumë krenar dhe për mbështetjen e pakurrësishme nga ana e familjes. Për të gjithë rreshter dhe të gjera këtu e të kolegë policisë, respekt për ju. Ju e dini që nuk është kollaj me kalu një sfit, sigur që e kom kalu 27 vite veç më bëhen policinë e Kosovës. Jam krenar që kam pas punë, punoj me kolegë shumë të mirë dhe që më kanë përkra tanë jetën deri në përfundimin kësaj ditës sa që erdha këtu. Prandaj unë ju falenderoj shumë, ju uroj sukses dhe punë të mbarë. Shëndet. Për punën profesionale, ndershmëri dhe në shërbim të detyrave ndaj vendit dhe prindërim të jashtëzakonshëm, edhe familja është krenare për policin e sapo pensionuar, tha bia e tij Kujtime Sinanaj. E dashur babi, sot jemi mbledhur këtu për të nderuar plot 65 vite jetë dhe jo vetëm. Sot po nderojmë edhe 36 vite shërbim, sakrificë dhe përkushtim si polic. 36 vite ku ke zgjedhur me i shërbyer vendit, ligjit dhe njerëzve. Shpesh herë para vetes, para lodhjes, para frikës. Plot me përgjegjësi mbi supe. Për shumë kënd ti ke qenë uniforma, detyra dhe përgjegjësia. Për ne ti ke qenë forca, siguria dhe shtylla e shtëpisë. E dim që kjo punë nuk ka qenë e lehtë. Ka pas net pa gjumë, ditë me stres, festa familjare ku karrika jote ka qëndruar bosh, sepse detyrat e ka thërritur. Por asnjëherë nuk je ankuar, asnjëherë nuk je dorëzuar. Ke qëndru drejt, si burr, si prind, si profesionist. Për ne, ti nuk ke qenë veç polic, ke qenë buroja jonë, ke qenë fjala e fortë kër në është dashur drejtim, ke qenë krahu që na ka mbajt kur jeta na ka sfidu. Na ke mësu çka do të thotë ndershmëria, na ke mësu çka do të thotë përgjegjësia, na ke mësu që fjala e dhënë vlen më shumë se gjithçka. Në vrudhën e jetës dhe të përgjegjësisë që ke pasur ndaj shtetit, ti asnjëherë nuk harrove të ishe një djalë për nënën tënde, një bashkëshort i denj për gruan tënde, një vëlla dhe një baba i mrekullueshëm për ne. Me rastin e pensionimit të Nasuf Sinanaj, atij organizuar një ceremoni rasti si falënderim për kontributin e tij ndër vite në policinë e Kosovës.